Fillojmë me 30 prillin e vitit 1859. U publikua për herë të parë kapitulli i parë i romanit A Tale of Two Cities nga shkrimtari i famshëm britanik Charles Dickens. Në vitin 2004, 30 prill u shfaq premiera e filmit të njohur dhe mjaft të përfolur për adoleshent, aso kohë po edhe tani, Mean Girls. Dhe në vitin 2011, UNESCO shpalli 30 prillin si ditën ndërkombëtare të xhazit për të promovuar dialogun kulturor dhe bashkimin përmes muzikës. Gjithashtu 30 prilli i 3 viteve të ndryshme është dita e lindjes së 3 aktoreve mjaft të njohura. Happy birthday to Kirsten Dunst nga Spider-Man në vitin 1982, Happy birthday to Gal Gadot e Wonder Woman në vitin 1985 dhe Happy birthday për Ana de Armas e Knives Out, e cila ka lindur në vitin 1988.